Duke qenë se më përmendë Turqinë si fuqi e parë në NATO në Europë. Në rast një shpërbërje të NATO-s, domethënë vendin e SBA-s mund ta zësh Turqia të NATO-s në Kosovë, në rajon, në Ballkan? Shtetet e Bashkuara të Amerikës s'kan të bëjnë fare me NATO në misionin e tyre në Kosovë. Kampi Bondstill është bazë e pastër amerikane, nuk është bazë e NATO-s. Andaj, pavarësisht se si mund shkojnë zhvillimet në Aleancën Atlantike, që për mendimin tim nuk besojnë në një shpërbërje të tillë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë prezente me trupat e veta në vendin tonë. Për të dalë në pyetjen e juaj konkrete, askush s'mund t'i zaventësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës në hapësirat shqiptare dhe në aleancat mes shqiptarëve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet dihet dhe ta kenë të qartë edhe opinioni, po edhe faktorë të tjerë relevantë se Turqia është njëri prej aleatëve kryesor pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës që asiston dhe kontribon në sigurinë dhe paqen e rajonit e me theks veçantë të Kosovës. Komandanti KFOR-it që ishte në mandatin e tij në vitin e kaluar, vinte nga radhët e ushtrisë turke, ka dhënë një kontribut të çmueshëm dhe ka pas rol të jashtëzakonshëm në shpërbërjen dhe në krijimin e hapësirave për policinë speciale tonë që të shpërbëj bandat e 25 viteve të cilat ishin të konsoliduar me jashtëzakonisht mirë në pjesën veriore. Madje është faktin që është konteksti historik mes relacioneve mes dy popujve, si dhe faktorin shqiptar në Turqi, ku të gjitha statistika serioze flasin se kemi një popullsi prej 10 milion shqiptarëve në shtetin turk dhe reagimi i atyre njerëzve do të jetë i fuqishëm në rast se do të kishte ndonjë situatë të cilat nuk do të shkonte në favor me Kosovën. Dhe dihet qartë që Kosova, po edhe Shqipëria kanë edhe marrëveshje në fushën e mbrojtjes me shtetin turk dhe mendoj që nuk ka asnjë arsye që shqiptarët të jenë të shqetësuar sa i përket të sigurisë së hapësirave të veta. Zoti Shkodran, pas debatit të Trumpit me Zelenskit, ka pasur nga ata që kanë insinuar një rast të tillë me Kurtin, për të dalë tek raportet mes dy qeverive në këtë 4 vjeçar që presin përpara, edhe nëse Kurti e formon qeverinë pra të qeverinë të prisht. Si mund të ishin raportet? Çfarë mund të shkruhej përpara tek dialogu, asociacioni? Pikë pare, rastet nuk janë analoge. Puna e parë, Kosova nuk është në luftë. Puna e dytë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikimin e tyre absolut në shtetin e Kosovës dhe duhet ta kenë, dhe askujt si pengon ndikimin e tyre me përjashtim të armiqve të Kosovës. Dhe e treta, nuk besoj që ka lider nga vendi ynë që është aq axhami siç është Zelenski apo siç është Zelenski në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë, ku në mënyrë të paedukat dhe krejt thojase diletante sillej përballë presidentit amerikan dhe përballë zaventë presidentit amerikan, duke edhe ndërprej fjalën dhe duke replikuar në mënyrën ma të padinjitetshme të mundshme. Andaj reagimi i Shteteve të Bashkuara dhe presidentit amerikan nuk mund të ishte ndryshe. Edhe diçka të fundit kam për ta mbyllur në fund të këtij 4 vjeçari të Trumpit. Mendoni që ku do ishte Kosova në rast të një projekti të Trumpit për Ballkanin? Republikanët kanë qenë gjithherë në krahun e faktorit shqiptar, dihet do të thotë edhe presidenti Bush i vjetri, do të thotë ku në kohën e makinerisë shkatërruese të Miloševićit, kishte dhënë ultimatumin ndaj kasapit të Ballkanit Milošević që vija kuqe është në Kosovë. Po ashtu do të thotë edhe presidenti Bush i Rio njohu pavarësinë e Kosovës, pavarësisht do të thotë që kishte reagime të fuqishme edhe nga Federata Ruse edhe nga gjithë bloku i cili nuk ishte pjesë e bllokut perëndimor që kishte shtyrua Kosovën. Edhe presidenti Trump, pavarësisht ripozicionimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në paqësor dhe në indo-paqësor, e njëjta nuk do të ketë ndonjë ndryshim substancial të timonit të politikës amerikane në relacion me faktorin shqiptar. Zoti Shkodra, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit për juve dhe shikuesve tuaj me ndërgjohje.